Është koha që të bëjmë lidhjen me ato që e paralajmëruam edhe në fillim të emisionit dhe për gjatë emisionit, sot kemi kënaqësinë të lidhemi drejt për drejt me një personazh shumë të veçantë, interesant, një njerëz që ka arritur të bashkojë gjuhën, identitetin dhe teknologjinë në një projekt unik, pikërisht në Instagram, e cila quhet projekti Ftillimi, që po bën bujë mes shqiptarëve nga të gjitha trevat. Na kujton se sa e pastër dhe sa e gjallë është në fakt gjuha jonë shqipe. Pas këtij projekti qëndron Frank Jakova Topulli, një urbanist dhe gjuhëtar amator, por me pasion të jashtëzakonshëm për fjalën shqipe. Mirëmëngjesi Frank dhe faleminderit shumë që sot je së bashku me 9:11 dhe drejt për drejt në emisionin ton. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi në fakt që nga momenti i parë që e pash unë në faqen në Instagram dhe mënjëherë isha shumë kurioze të di se kush qëndron pas faqes dhe me të vërtet me një projekt shumë të veçantë që e krijoni. Unë paka shumë të dhash informata që unë jam nga Shkupi me prejardhje kosovare, ndërsa dritrojnë e kemi nga Dibra. Ndërsa Frankun e kemi nga, duhet jetë nga zona veriore në mos gabohem. Unë jam edhe nga veriu edhe nga jugu, domethënë që ka filluar që në familje përballja edhe ekspozimi dhe dialekteve. Frank, ne çdo ditë në emisionin tonë 9:11 caktojmë tema ditore. Mirë, po ndonjëherë varësisht edhe nga musafirët që i kemi të ftuar, mundohemi që ta përshtatim temën e ditës. Sot e kemi përshtatur temën se fjalët e huaja, a janë pasuri apo rrezik për gjuhën shqipe. Unë e potencova në fillim të emisionit që në fakt në Shqipëri fjalët e huaja janë bën tashmë edhe përditshmëri. Janë bën shumë trendi. Po, trendi. Duke filluar nga vetë emrat që ju vënë fëmijëve, janë gjuhë huaja. Mirë, po mbi të gjitha, për shembull fjala e kaltërt, ngjyra e kaltërt, është shndruar në blu. Dhe shumë njerëz tashmë përdorin sikur blu. Jo vetëm këtë fjalë, ka shumë fjalë të tjera, por shumë fjalë të tjera këto që më kujtojnë për momentin. Huazimet kështu është gjatë përderisa dikur ishte komunizmi atje, ishin të caktuara edhe vënia e emrave, kishin të kufizuara, ndërsa demokracia e sjellën këtë, tash është dëshirë e secilit prind për vënien e emrit, se si ta thrasë fëmijën. Por huazimet e fjalive dhe duke i bërë në përditshmëri, kjo është paksa e frikshme. Na thuaj Frank, fjalët e huaja janë pasuri apo rrezik për gjuhën tonë? Unë mendoj që fjalët zakonisht janë pasuri. Popujt gjithmonë kanë pasur stade të ndryshme të teknologjive, të gatimeve, të muzikës, edhe gjithmonë i kanë shkëmbyrë këto mes tyre, kështu që fjalët bashkë me teknologjitë edhe fjalët kanë lëvizur, edhe kjo është pasuri në parim, mendoj unë, por për të marrë rastin që përmendet ti, fjala blu, edhe unë këtu jam i mendimit që duhet, sepse kemi një fjalë shqipe që është i kaltër, edhe unë këtu mendoj që duhet shmangur fjala blu, edhe më tepër kur kemi fjalë tona shqipe t'i përdorim ato. Unë mendoj që është gjithçka është në rregull kur ne përdorim gjuhë të huaja, fjali të huaja, mirë po duke pasur parasysh që e dim të paktën fjalën në gjuhën tonë dhe e përdorim kohë pas kohe. Frank, fillimisht dua të fillojmë se si erdhi ideja, si lindi ideja e projektit Ftillimi, e cila është dhe cili ka qenë në fakt momenti që e vendoset se po unë këtë dua ta bëj. Dhe me të gjithë ato përkushtimin që ti e jep për ta mbajtur këtë faqe të gjallë. Mu më pëlqen edhe emri të cilin e ka caktuar, Ftillimi dhe jo Kthjellimi, ja? Po, atëherë si nisi, e përmenda që para shumë nisi që në familje ekspozimi ndaj dy dialekteve kryesore, themi toskërisht dhe gegnisht, edhe duke u rritur jashtë, duke dashur të mësoj gjuhën shqipe, kam hasur fillimisht me standardin, pra gjithë libra, gjithë literatura është në shqipen standarde, dhe aty kam parë që nga njëherë ajo që flitet nuk është ajo që shkruhet dhe aty ka filluar kurreshtja. Pastaj ka vazhduar gjithmonë këtu në Perëndim, ku jetoj në Evropë, domethënë has edhe në shumë shqiptarë që nuk janë nga Shqipëria ose që nuk janë nga jugu, por që janë gegnishtfolës, që aty ka vazhduar kurreshtja, edhe ka arritur kulmin kur
vajta njërë në Tiranë dhe bleva një atlas dialektologjik i gjuhës shqipe të Akademisë Shkencave. Dhe ta është një libër shumë i trash dhe aty kishte gjitha hartat ose kishte shumë harta me fjalë dialektore, por ishin domethënë dizajni ishte shumë shkencëtar, le të themi, dhe ishte shumë i thatë, nuk ishte shumë tërheqës për një publik shumë të gjerë. Edhe aty fillova të marr ato të dhënat nga ai atlas dialektologjik edhe i përshtata për një publik më të madh, duke ndryshuar dizajnin edhe duke i publikuar në Instagram. Më të digitalizuara, më të theksuara. Dhe më atraktive për të gjithë ata që e shohin. Ke filluar që nga viti 2024, nëse nuk gaboj, në nëntor të vitit 2024, që kur ke filluar me këtë projekt, ke menduar që sot do të arrish deri në 11.000 ndjekës? Jo, unë kam pas në fillim shumë pak ndjekës, por kam ndjekur një strategji që ju kam shkruajtur për shembull njerëzve pak me më shumë famë në Instagram edhe nëse ata mund ta publikonin në storyt e tyre dhe kështu dal nga dal kam filluar një publik të vogël që sa ka ardhur edhe u rrit sa më shumë edhe tani jemi tek 11.000 dhe besoj që këtë vit mund ta dyfishojmë ndoshta numrin e ndjekësve. Jam e sigurt që tani edhe të gjithë ata në Maqedoni që janë dhe që ndoshta të paktën nuk kanë dëgjuar, tashmë mund ta ndjekin dhe të bëhen pjesë e projektit dhe pjesë e të gjitha atyre njëkohësisht anketat që i realizon për një fjalë të caktuar. Do doja ta pyesja Frankun, cili ishte ajo fjalë e parë që të dha një shkëndi që the prit se këtë duhet ta trajtojmë. Ishte fjala kundra në fakt. Kundra. Kundra këpucë, ne në Dibër u themi kundra, u themi ende, akoma u themi kundra. Domethënë ajo më duk shumë interesante, ishte edhe një para një farë kohe, ishte një trend në TikTok më duket ku ishte ajo kënga Kundrat e zeza, nëse i përdoja diçka e tillë. Është një këngë. Po një këngë që është balluket e zeza. Po. Diçka e tillë, po, e kam parasysh mos më kujtohet. Si është një këngë po. Kjo ishte fjala, domethënë kjo më shtiu. Kundra. Prej të kundrat, dolëm dhe e krijuam projektin Ftillimi. Kështu që fillove të ftillohesh vetë dhe mundohesh që të ftillosh dynjanë. Dynjanë. Po. Edhe se kam edhe një përgjigje borxh për fjalën Ftillimi, e kam zgjedhur këtë fjalë sepse desha pak me e rregullu perceptimin se çfarë do të thotë gjuha shqipe, sepse besoj që shumica kanë një perceptim jo shumë të saktë. Për mua gjuha shqipe është ajo gjuhë që flitet lokalisht në për gjitha krahina shqiptare, që flitet në përditshmëri, që flitet pa ngushtuar, si më thënë, nga shqipja standarde. Dhe këtë unë e quaj gjuha shqipja e lirë. Pra shqipja që flitet e lirë është shumë herë më e madhe edhe më e vlefshme se sa gjuha standarde. E qartë. Unë besoj që standarde duhet përdorur në sa më pak raste, pra në një rast si për shembull sot që duhet flasim për një publik të madh, por të flitet në familje ose midis shokëve ose nuk mendoj që duhet të ruhet dialekti. Je mendimi që duhet të ruajtur dialekti. Duhet ruajtur dialekti. Ne si kombë edhe si gjuhë jemi në një situatë shumë unike që nuk ekziston ose ekziston rrallë, që kemi gjysmën e popullatës që flet njërin dialekt dhe gjysmën që flet dialektin tjetër. Këtu jemi ndoshta mund krahasohemi vetëm me norvegjin, që edhe norvegjishtja është ndarë në 2 dialektet kryesore, por se si i qasemi ne dialekteve është shumë e ndryshme. Norvegjia për shembull i mëson të 2 dialektet në shkolla. Edhe unë këtë mendoj që duhet ndodhur në për shkollat tona, në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, që të ekspozohemi ndaj të 2 dialekteve edhe mos të trajtojmë njërin dialekt si më të vlefshëm ose superior ndaj tjetrit. Pajtojmë shumë, Frank, sepse shohim edhe në shumë media në rajon, në të gjitha trojat shqipfolëse, që nëse flet gegërisht, do më thëmë paka shumë edhe nënvlerësohesh. Unë gjithmonë kam thënë që gegërishtja dhe
toskërishtja janë dialekte të barabarta, duke filluar që dhe nga vetë flamuri jonë, i cili ka dy, domethënë, koka dhe janë të barabarta, apo jo? Gjuha universale u caktua 72 kur u mbajt kongresi atëri i alfabetit për standardizuar gjuhën, u vendos se është më e afër toskërishtja në gjuhën universale. Mirë pas pak nuk e ul edhe vetë gegërishtën që është në një pjesë e mjaftueshme që e flasin. Pjesë shumë e madhe, si zonët të cilët e flasin në dialektin gegënishte. Të pyetëm Frank për një fjali të cilën të ka bërë më shumë përshtypje, mirë po unë dua të di se çfarë të ka befasuar edhe nga reagimet e njerëzve nga trevat e ndryshme shqifolese kur ke bërë ndonjë hulumtim për ndonjë fjalë, çfarë të ka befasuar diçka më shumë nga të themi reagimet e njerëzve për shembull në një terminologji në një fjalë që e kanë kuptuar, që se kanë kuptuar, që e kanë trajtuar gabimisht për shembull. Po, mund të marrin fjalën patligjan ose domate. Po. Domethënë këtu më duhet kjo ka shkaktuar debatet më të shumta, është postimi ku unë kam marrë komentet më të shumta. Edhe madje edhe ju kam dërguar juve. Po, më pas sepse nuk ja tregova Dritroj, do ta kemi një quiz surprizë për Dritrojin. Dakor. Me kënaqësi. Por domatja edhe patligjani, këto janë fjalët që mund ta shpjegoj ndoshta edhe më vonë si ka ardhur, se si kanë ardhur këto fjalët në treva shqiptare, sepse janë fruta edhe perime nga Amerika, domethënë kanë ardhur me disa rrugë tregtare të ndryshme. Po mund ta shpjegoj më vonë. Po, do ta shpjegojmë. Do ta diskutojmë sigurisht. Mua më intereson shumë sepse ti përzgjedh një fjalë dhe bëhet anketë dyjavore. Dhe më shumë se 500 qytetar kontribuojnë në këtë anketë. Na i trego pak këtë zhvillimin e anketës se si bëhet, po, si proces. Që ka interesant kjo. Po, domethënë në fillim ju shpjegova që burimi i vetëm i të dhënave ishte ai libri, Atlasi dialektologjik. Por më vonë erdhën kërkesat e njerëzve, e ndjekësve për të pasur më shumë fjalë që Atlasi nuk i trajtoi. Pra Atlasi më duket vetëm diku rreth 200-300 fjalë i ka trajtuar. Janë bërë anketat në vitet e 80-ta. Por shumica e fjalëve sigurisht nuk u trajtua, edhe njerëzit kishin kërkesa, edhe aty edhe unë fillova edhe bëra anketat e para me njerëzit, edhe që në fillim ishin shumë të popularizuar, le të themi që anketa e parë ka pasur 200 kontribues, edhe tani jemi tek 500 kontribues të rregullt. Edhe kështu ka filluar edhe, si më thënë, ankemimi për fjalë më interesante. Janë nga treva të ndryshme të gjithë këta antar? Po, ka nga Maqedonia e Veriut mjaftueshëm? Po, kjo është shumë e rëndësishme që të jetë që të kemi kontribues nga të gjitha trevat, që të mbuloj sa më shumë territorin. Nga Maqedonia e Veriut ka shumë, por shumë kontribues. Ka sidomos nga Tetova, nga Gostivari, nga Kërçova ka shumë. Nga Struga, nga Shkupi. Ja unë do bëjmë Gadibra edhe unë do kontriboj. Faleminderit, kemi shumë nevojë. Por unë pasaj ju kërkoj edhe nga disa krahinat Maqedonisë që janë më pak të përfaqësuara, si për shembull Karshjaka e Shkupit, Karadaku i Shkupit, Reka, ose edhe Prespa edhe Manastiri. Po, do kemi edhe Velesin, Malsin e Velesit, do të mundohem të gjejmë njerëz edhe nga Prilepi, për Lepi. Do mundohemi që të flasim që ta pasurojmë sa më shumë dialektin. Unë isha shumë i lumtur kur pash një kontribues nga Dollneni. Po. Aty isha shumë i lumtur. Shumë mirë, përderisa i flasim, unë besoj që dëshira edhe shikuesve tanë të zonës tonë do të rritet edhe më shumë dhe do të jenë kontribues të shumë në temat të cilët ose në anketat që do i shpallësh dhe si e cili do t'jep atë informacionin e ti që e ka të paktën të saktë, mundohemi ta kemi. Normalisht. Para se të kalojmë te quizi, unë vetëm dua të ndalim tek një pyetje që është mjaft në fakt e rëndësishme. Ke pasur reagime Frank nga gjuetarë profesionistë apo institucione të cilët të kanë kontaktuar për të qenë pjesë ndoshta ndonjë ulumtimi apo ndonjë mbështetje sadopak? Jo, nuk ka pasur ndonjë
kontakt ose kërkesë të tillë, unë në profilin Instagram e thash si me shaka që unë po bëj punën në Akademisë Shkencave. Po, ishte një ironi që e keni në biografi. Sepse mendoj që Akademitë e Shkencave në Shqipëri dhe në Kosovë, në Shkup nuk e di, më duket se ka një institut të historisë, por është Instituti i Trashëgimisë Kulturore, po. Po, tamam. Edhe këto institucione mendoj që po bëjnë një punë, nuk po e mohoj që s'po bëjnë punë, por nuk din shumë të bëjnë marketimin ose promovimin edhe t'i qasen një publiku të ri. Kështu që unë, si më thënë, po e bëj këtë detyrë për ata edhe mendoj që edhe bëj edhe shumë më mirë se ata. Po, me të vërtet po e bën, me të vërtet po. Kjo mund të jetë një projekt shumë i mirë, nëse merr pak në instanca më të mëdha, mund të jetë edhe si lëndë mosimore për arsimtarët të ndryshëm, të cilët mund të mësojnë fjalitë të ndryshme për zona të ndryshme që kur të rritën të jenë të gatshëm, të dinë, të kenë informacion. Të jetë më atraktive dhe për nxënësit që me të vërtet mos të bëjnë ndasi dialektore. Për shembull, Frank, me që je filluar, unë do të jap një fjalë në zonën e Dibrës që përdoret dhe askund tjetër, është gulugutkë. E ke dëgjuar këtë? Gulugutka? Po. Plumbe? E di që do të thënë? E kam dëgjuar. Gulugutkë është, më thuaj? Mos është ndonjë shpend. Jo, është lule shtrydhe. Dhe përdoret vetëm në Dibër. Po. Për shembull, madje e kam bërë hartën e lule shtrydhes, e kam shkruajtur gulugutka. Gulugutka është vetëm Dibra e përdorën, ose shumë interesante. Po, ose kemi shumë fjalë kështu interesante. Jeni të veçantë ju nga Dibra, jeni shumë të veçantë. Lalangia, i themi këto si quhen krepave. Krepat në Dibër u thon lalangia. Është si lokë, se e ka tingullin, është si lokë, si qull, edhe të ngin, lalangia. Kemi shumë pasuri në përgjitha treva të fjalive, dhe besoj që edhe shikuesit t'i nxisim edhe ata që shumicën e fjalëve, të cilët nuk përdoren në për treva tjera, t'i orientohen dhe të mundohemi që ta pasurim hartën gjeografike. Pikërisht. Mos humbi shumë kohë, unë dua që tani regjia të përgatitë, kemi 7 fotografi dritro. 7 fotografi. 7 fotografi, të cilat të shikojmë se çfarë dallimi kemi unë dhe ti, dhe e di që kemi shumë dallime. Të shikojmë. Dhe jam shumë e lumtur që kemi shumë dallime, sepse kjo na bën edhe më të veçantë. Mirë po, tani do të kalojmë tek fotoja e parë, nuk ka lidhje regjia, sepse nuk janë me renditje. Atëherë, nuk e di ti këto apo i shikon, mund të sillesh. E kemi e shikon lart atje? Domethënë është fjala është jo, ti si e quan. Ti si e quan. Kjo është fasulja. Mos e lexo. Okej, unë i themi grosh. Grosh, a? Po, grosh. Unë i them pasul. Pasul. Për shembull, ne i themi grosh. Grosh, a? Grosh. Është edhe një fjalë që përdoret më rrallë, është ajo ngjyra e kuqe, edhe kam dëgjuar edhe Afrokumanovës përdoret. Si? Është me b. Me b. Bata. Si? Bata. Bata. Nuk e kam dëgjuar. Asnjëherë nuk e pas kam dëgjuar. Nuk kam dëgjuar. Interesante. Shkojmë me foton e dytë. Hajde shkojmë një foto tjetër, të shikojmë. Shikoj lart atje shenjën e. Po e kam shumë larg ekranin. Kjo është një lojë dritro, hapa dollapat. Hapa dollapa. Po, si e quani ju? Hapa dollapa, kush është që mbrapa? Ne i themi symshelsa. Si e quajmë? Në Dibër si e quani? Kuku fshekthas, diçka e tillë? Ashtu po, ekziston, po. Më duket si kështu ka. Po. Ne unë i them symshelsa. Kuku fshekthas, po. Diçka e tillë. Edhe pse nuk mundohem ta shikoj ekranin, kam shumë. Po, e di që e ke vështirë, nëse ke nevojë mund të shikosh atje. Shkojmë regjia me foton tjetër. Nuk shikoj, të madhe ekranit të Misri, okej. Cila? Misri. Ja, e shikon. Misër, po. Misëra, Kallamoq, mo dritro. Kallamoq. Kjo është e bukura e dialekti që e kemi gjithandej në për shumë zona, që dallon fjala nga fjala. Po. Domethënë Misër, Kallamoq. Kemi edhe dy përdorime të veçanta në Rekën e Epërme edhe në Kërçovë. Në Kërçovë, si thuhet? Në Kërçovë thuhet Gërtuku, edhe në Rekë thuhet Mçeka. Mçeha. Aha. Interesante që ka. Tash i kemi. Këtu është gështenja, më duket apo? Jo, patatet. Patatet.
Më thuaj si thua Patate. kompir. Kompir, po. Edhe pse nuk është në gjuhën shqipe, Është në po. gjuhën slave, është kompir, po. Nëse nuk gabojmë Është në gjuhën slave. edhe më në duket. turke? Nuk e di, Nuk e di. mund të jetë edhe Cila ka qenë sinonimi më i çuditshëm për patatet, Frank? Është edhe një tjetër, është më pak e përdorur, prap nga Dibra, është kokomonia. Kokomonia. Nuk e kam dëgjuar këtë fjalë. Nuk e pas kam dëgjuar. Kokomonia. Që ka interesante, Tani- veçantë. Për fjalën patate, siç e paralajmërova më herët, është një fjalë, pra është një ushqim që vjen nga Amerika, edhe aty kemi 3 rrugë tregtare të ndryshme përmes të cilës ka ardhur si fjalë. Kemi një herë pataten që ka ardhur nga Italia, edhe që ka ruajtur emrin nga ajo gjuha indiane që është folë në Amerikë. Ndërsa kemi tërtollën në Shkodër edhe në Mirdit, që vjen përmes gjermanisë kartoffel, fjalë që vjen nga italishtja tartufo, që është si tartuf, po. pra e ngjashme me tartufin. Edhe kemi kompirin, që po ka në treva shqiptare përmes slavishtes, po vetë slavishtja e ka marrë nga gjermanishtja Kartof. Grundbirne. Kumpje. Do ka rrugtimi i fjalës. Thellësisht, prap se prap nuk është Por edhe slave. misrin, edhe kumpir, pataten i kemi të importuara nga Amerika, sigurisht, se nuk i kemi produkte. Edhe domatja, edhe patligjani. Po, edhe domaten, edhe Kur patlıxhan. jemi tek Kemi një patlıxhani. mesazh këtu, na vjen nga mërgimi edhe thot, vetëm me bath ngopet barku. Interesant. E kemi nga Mërgata, e kemi një shikues të rregullt. Drejtore, kemi tash këtu një foto. Këtu kemi një foto tjetër, më thuaj Regjia, Valbona. të lutem vetëm pak më arrit sepse dritrojnë e kemi me është patligjani i zi. Patlıxhan i zi, domate e zezë. Ne themi domate e zezë. Patligjani Shumë i zi. interesante. Po, domate e zezë ose domate e kuqe? Patlıxhani të zi, po që ka formën pak më ndryshe se domatja. Ne themi domate e zezë ose domate e kuqe. Dhe këtu e dallojmë. Realisht unë varet nga dita se si ndjem i përdor të dyja, edhe domate e zezë edhe domate normalisht patligjanit, ne po edhe patligjane përdorim shumë shpesh. Domate e zezë dhe domate e kuqe. Kështu e përdorim ne. Të paktën kështu e di unë. Pas edhe mund të ketë edhe varianta tjera. Po, në Kërçov, për shembull, kemi patligjonkën e zjezë, E zjes, po. ndërsa në Karadak, domethënë Kumanov, edhe në Pollok kemi patligjanin mor ose mor patligjani. Mor është dhe gjuhë turke. Mor turke, po e do të thotë vjollës. Po, po. Me qartë, që ka shumë interesant kjo. Nuk e dija kemi edhe foto tjera, regjia? Po e kemi. Kemi edhe- Këtë që përmendë pak më parë, dritro. Rana. Rëra. Rëra? Rëra, Ne themi rana. ne i thëjmë zalli. Zalli, ja ku dallojmë njëri prej tjetrit. Para pak kohë e përmendëm në emision e kishim një fjalë, nuk e di. Në unë pikërisht është Kripën e zall. rrugëve me Po. zall, me ranë. Dritroj me ta nuk rërë. është hut tha kripa me rër, tash nuk është hut kripa me zall. Duke ditur që do të vjen kjo foto. Janë të bukura këta. Po mundeni me gjetë edhe si thuhet në Pollok, edhe në Ohër, Strug. Si? Nuk e dini? Unë nuk e di, në Në fakt. ohër si thon rrërës. Si thojnë rërës? I thon shuri. Shuri. Shuri, Se po. kam dëgjuar këta. Asu nuk e kam dëgjuar. Ndërsa në Tetov e në Gostivar i thon grilli ose grielli. Grill, Grill. po. E kam dëgjuar këtë si grill, po është kur është rëra pak më e ashpër, më kokër e madhe, i thënë si grill, ndërsa kur është më e imët është zall, që përdoret. Zall. Kjo është një hartë që është kriju përmes kontribuesve, edhe ju kam pyetur, domethënë i kam pyet si e quani gurët që i hasni në plazh. Ose ndet. Edhe njerëzit aty janë orientuar. Prej plazhit, domethënë. Nuk e thotë si e Gurët, quani domethënë, rërën. Po, jo rëra si Po. rër, por të plazhit, sepse edhe ne i themi rana e liqenit, për shembull ne kemi një liqen në Dibër atje, dhe i themi rana, jo rëra, po rana, Dibrançe po e flas, dhe është rëra sigurisht, por me gurë me forma të ndryshme.
Shumë interesante. Nuk e di a kemi edhe ndonjë. Kemi edhe të fundit e kemi. Po, e shikojmë edhe të fundit se edhe kjo është shumë interesante. Ja kemi edhe mesazh thotë rëra ose zall. Zall, po. Po përmendim edhe shikuesit tanë. E kemi drejtuar foton e fundit. Foton e fundit ma thuaj Valbona. Është fantastike. Jam shumë e lumtur që kemi këtë frut. Shikoj aty lart? Për shembull në Dibër i themi karpuz. Karpuz është 100% turke. Po ne e përmendim kështu, karpuz. Bostan. Bostan. Shalqin. Ose shalqin ose kemi dy vare, por si mbi emër në Dibër ekziston edhe familje Karpuzi, si mbi emër. Po, e kemi si mbi emër, po, është familje. Fis shqiptar? Fis Dibran janë, është familje shumë e madhe, është si mbi emër, sepse Dibra i ka gjitha mbi emrat e ka shumë të veçanta. Po e kemi edhe mbi emrin Karpuzi dhe i themi si Karpuz. Po, më thuaj Frank, kjo më duket që ka qenë fjala më e lehtë, ndoshta që ke ulëmtuar ndonjëherë. Jo, në fakt e kundërta, ishte më e vështirë, sepse pra Bostani ekziston edhe në jug, edhe Shalqini ekziston edhe në veri. Ashtu? Edhe, pra nuk janë darjet, nuk janë shumë ashtu siç duhet, po. Po. Kemi edhe pjeprin, po nëse kemi kohë, po besoj që Pjeprit jemi në minutën e fundit. Pjeprit ne i themi kaun. Kaun, po. Ne i themi pjepër. Pjeprit. Me që jemi sekondat e fundit... Unë vetëm dua shpejt të na tregon Frank për planet që i keni të ardhmen, sepse me të vërtetë ky projekt nuk duhet që të mbetet vetëm në rrjetet sociale, duhet që të plasohet dhe të rritet së bashku edhe me institucionet përkatëse që duhet ta bëjnë këtë punë, ndërsa nuk e bëjnë mjaftueshëm. Më thuaj cilat janë planet tua në të ardhmen. Për bashkëpunimet me institucione, unë jam i gatshëm, unë jam këtu. Thjesht mund të më kontaktojnë, ndërsa unë do të vazhdoj t'i postoj, të bëj më shumë anketa, edhe kam qëllimin si vjet edhe të botoj një libër, me hartat të pabotuara akoma, edhe me shpjegime të ndryshme se si kanë, përse ekzistojnë këto fjalë, pse ka dallime etj. Frank, faleminderit shumë për përkushtimin, të dëshirojmë shumë suksese me që jemi minutat e fundit, kemi kaluar edhe... Nga botimi i librit mos na harro, do të ftojmë sërish në studio. Do të kemi lidhje të drejtë për drejtë, besoj dhe shpresoj. Shpresoj që vijë juve në studio. Frank, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Punë të mbar, suksesi gjithmonë. Punë të mbar, shëndet të plotë gjithmonë. Miq dashur, ne këtu shkëputemi për t'i dhënë fund emisionit për ditën e sotme, me shpresë që do të shihemi nesër të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Ju uroj ditë mbar. Virozat të kalojnë dhe të jemi së bashku pa kollitje këtu në studio. Ju përshëndesim sa më shumë. Shihemi nesër në njëjtën kohë, ditën e sotme. Deri atëherë, mirëmbëjtje. Mirëmbëjtje.